do gjykojnë jo vetëm Sokol Guga, po ta din, të gjithë ata që kanë marrë pjesë në grupin e strukturuar në Lukunin, që u vërsul në familjen Daci, të gjithë ata, motra e vëllezër sa qenë, të gjithë do dalën para gjykatës dhe do japin llogari për veprimin që kanë bërë, se si ngacmoi njëri. Nuk u vajte njëri në pjesën e tyre, në pronën e tyre. Pretendon që e kam zënë unë, thot, atë pronë dhe do ta marr unë, kush je ti more? Pse mates me hien e mëngjesit more njëri degeneruar, i korruptuar, i pështir, Sokol Guga. Vazhdoj. Duket se sapo është hapur kjo, vera do të jetë nxehtë Po, shumë. tani do t'i dalëm pesë telakrorit, dhe për progonati dhe për të tërë. Tani, një nga një, unë nuk kam thënë, nuk ka vetëm atë, ka Baxhon e Nivicës që e quajti shkollë, ka marrë një 700.000 euro për ta bërë një ndërtesë për ta bërë shkollë, ishte Baxho ajo më para. Ajo është dhe sot e kësaj dite Baxho dhe nuk u bë kur shkollë. Ka vjedhur parat, ka vjedhur mbi 70 milion euro, kaq të deklaruara deri tani, ka shumë më tepër ai Tërmet Peçi. Kuptohet që një pjesë të madhe të atyre parave, i ka marrë Dok Zboruja këtu, Edi Rama, Plakumere. Vazhdoj. Avokat, po me Velia në çfarë ndodh se ca mesazhet koduara ande nga Buru. Për kë janë këto? Janë për Berishën, për Ramën, për Spakun? Nuk e di si kam lexuar mesazhet që të kemi një ide se për kë i dërgon. Por ajo që di unë është që kjo parti mafioze, ky grup i strukturuar kriminal që quhet Parti Socialiste në pushtet, funksionon me kodin e heshtjes, që do të thotë Erion Velie është izoluar. Është në burg dhe nuk do dalë ande, ka marruar ajo punë, dhe të cilët përpiqet të bëjnë 100 kërkesa e 1000 kërkesa. Nuk do dalej pa u gjykuar dhe pa folur që kanë bërë dhe si kanë bërë. Mirë po e ka një problem që e kanë të gjithë mafiozët kur futen në burg. Ai nuk mund të flasi duke pasur familjen jashtë. Sepse e kërcënojnë nëpërmjet fëmijëve, nëpërmjet gruas, nëpërmjet nënës, vëllait, diun, e kërcënojnë dhe ka frikë të thotë të vërtetën, sepse ai ky porno kryeministri që e vuri kryetar bashkie e ka siguruar që ai të mos flas. Se po foli i ndodhin këto gjëra. Dhe prandaj Erion Velia merret tani kërkon ta marrë avash anës. Erion Velia i ka vajtur Haberi, i ka vajtur kërkesa nga kryetari i partisë Shpresa Demokrate Shqiptare dhe i ka thënë fol se nuk nuk t'i prek njeri familjen edhe njerëzit e tu, po fol tuaj të vërteta, tuaj gjëra siç janë se do lehtësosh veten, i kanë thënë. Ishte thënë. Erion Velia akoma 13 nuk e di si e ka hallin, është punë për të. Di që është halk e zinxhirit të madh të llaktarshëm të vjedhjeve dhe të korrupsionit në Shqipëri. Është një nga hallkat kryesore. Avokat, sipas mediave sot ka në media është interpretuar ka diçka që nuk shkon brenda Spakut, pasi Dumani ka shkarkuar nga posti i marrëdhënieve me jashtë Arben Krajën. Tani kjo mund të jetë diçka, edhe ka emëruar Dorina Bekon, një grua. Ka diçka që nuk shkon këtu se vjen 5 muaj përpara largimit nga detyra, apo mund të jetë diçka rutinore? Arben Kraja, zotëri, ka qenë oficer sigurimi i shtetit i Rusisë. Është komunist, mirë ka bërë që ka shkarkuar. Ka bërë shumë mirë. Dhe ende një 3-4 të tjera atje. Sipas deklarimeve të zotit Pullum Pilinçi, janë dhe 3-4 të tjera atje. Dëgjoj, ata duhet të dinë dhe të kuptojnë që Amerikës nuk i shpëton asnjë gjë. Amerika është në roje të Shqipërisë, në roje të situatës këtu, në dieni të plot, nuk kanë nga lëvizjen. E din mirë këtë punë, dhe t'i keni shteti prapë këtu dhe t'i bien. Nuk është çështje e mbyllur ajo. Shefin e BKH-s të riun besoj e ka piketuar Amerika apo prapë është në dorë të këtyre, të Dumanit me shok? Dhe një si më thatë? Shefin e BKH-s e ka piketuar Amerika të riun apo do jetë në dorë të këtyre tanëve këtu?
Si shtetin e BK-s, nuk e kuptoj këtë. Shefin e ri, kreun e ri. Shefin. Po. Shefin, nuk e di. Nuk e di. Ato janë gjëra që janë sekrete, diskutohen në përzyra, diskutohen në nivel të lartë, shumë të lartë. Dhe kam besimin absolut që Amerikanët do vendosin, do të thënë në krye të BK-s, do vendoset njeriu i duhur. Avokat, për ta mbyllur, mendoni që në qershor këto ditë që kanë mbetur apo në korrik mund kemi prangat të rrugës? Do kemi që tani shumë shpejt. Për këtë kam besim tek kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, që jo më larg se edhe sot në darkë deklaroi, në orën 6, deklaroi që do vazhdojnë arrestimet, ndoshta edhe që sonde tha. Kështu që nuk tërhiqet Amerikana ato që ka vendosur dhe nuk braktis Amerika krijesën e vet që është Byra Kombëtare e Hetimit dhe SPAK-u. Ju lutem avokat, diçka të fundit për luftën. Mendoni rrezikojmë ne apo ju si shikoni? Për kë luftë? Luftën që po zhvillohet në lindjen e mesme, po kemi mujahedinën në Tiranë. Nuk e di se çfarë bëjnë ata mujahedinët e Tiranës, ata iranianët, nuk e di janë mujahedin apo janë, nuk e di çfarë janë, po di që janë iranianë, kam si iranianë. Opozita e regjimit atje. Opozita atyre, po, dakor. Por me që ma hape këtë temë, se kjo është një temë që në fakt që duhet të diskutuar më vete, po kjo luftë është një vetvrasje për kriminalit izraelit dhe ata do japin llogari. Nuk e mundin dot Iranin izraelitët, harrojeni. Dhe dëmet që ka pësuar, edhe që nuk i thonë, por është shkatëruar në fakt, është shkatëruar ajo infrastruktura izraelite, dhe Izraeli ishte goditur shtabi udhëheqës komanda e ushtrisë izraelite, është goditur. Dërsa Irani nuk ka pësuar asnjë, Irani ka pësuar dëme, kanë vrarë dhe njerëz, po shtabin dhe komandën i ka të garantuar e ka siguruar. Nuk do fitoj Izraeli. Nuk do hyjë dhe Amerika nuk besoj që të mbështesi Iranin për një arsye siç e gjykoj unë, nga këndvështrimi im. Irani po e sulmoi Amerika Iranin do thotë ti pristet nafta Kinës, sepse Kina merr një sasi shumë të madhe nafte në Iran. Pra, Kina do mbrojë interesat e saj, se puni interesash është lufta. Kjo botë është puni interesash. Ekonomi, po ne ku do ta fusim kokën, po na hollën gjë këtej. Ne garantoj kemi mbrojtjen e Amerikës, jo më larg se dje fluturuan një 4 avion këtu në Tiranë, mbase i pa. Ata i thanë Serbit dhe Grekut që shikoj jemi ne këtu, ishin avion amerikanë që 4. I thanë Serbit dhe Grekut, jemi ne këtu, keni kujdes, mos e lëvizni bishtin. Ky që ai fluturimi atyre avionëve. Por kthehemi tek Irani. Po i del tani në krah Iranit, po i del Pakistani, po Pakistani është fuqi bërthamore. Natyrisht që në një konflikt me pjesëmarrjen e Amerikës, patjetër që do hyjë Kina në lojë. Po Kina është aleate me Rusin. Pra janë ndërthurur shumë interesa që për mendimin tim nuk e di, ajo Amerika ka generalit edhe strategit e saj, s'kam mëndun që t'u jap mend atyre. Por logjika më thot që nuk do hyjë në konflikt të thellë me Iranin amerikan. Nuk ka interes. Nuk ka interes. Bolla kanë mbështetur ato Izraelin, boll kanë mbështetur një kriminal, një sadist që vret fëmijë dhe gra, një njeri që bën genocid në Palestinë, dhe Izraeli prandaj hapi frontin me Iranin që të mbuloj krimet që po bën në Gaza. E ka të shkurtër Izraeli dhe me sa duket që ka vendosur që Izraeli të qërohet në harta, se artificialisht u krijua edhe me luftë iki. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj ty.